Pra Ata ibn Abi Rabah ka thonë, më ka thonë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ela urika imra'atan min ahli al-janna. Ka thonë, a do të tregoj një grua prej banorëve të xhenetit. Qultu bala, thot pra Ata ibn Abi Rabah, thash po, tregom. Ka thonë Abdullah ibn Abbas, hadhihi al-mar'atu as-sauda atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qalet. Ka thonë kjo grua e zezë ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe I ka thënë inni usra'u wa inni aktashif. Ka thënë un alivanosem. Domethënë ka pasur një smundje që shpesh herë ka humbur vetdijen dhe kur bie zbulohem. Domethënë zbulohen disa pjesë trupit ose mbie hijabi e kështu me radhë. I ka thënë fed'ullah li. Prandaj lutju Allahut për mua. Pra lutju që Allahu të më shëroj. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, in shi'ti sabarti walakil janna. Nëse do, bëj durim dhe do ta kesh xhenetin si shpërblim për këtë. Wa in shi'ti da'awtu Allaha an yu'afiyaki. Por nëse do, un I lutem Allahut që të shëroj. Fa qalet asbir. Ka thonë do të duroj. Ka thonë kjo gruaja e mençur, ka thonë do të duroj dhe ka thonë inni atakashaf. Mirë po, ka thonë unë zbulohem kur bie nga kjo smundje. Fed'ullaha li alla atakashaf. Pra lutju Allahut që mos zbulohem. Fed'a laha, edhe është lutur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta. Pra shikoni gratë e sahabeve si I kanë kërkuar drejtat e veta. Do të thënë nuk është, siç kemi thonë, nuk është çështja e mbulesës traditë arabe ose traditë në një kombi të caktuar, po është diçka që rrjedh nga imani I sakt, nga besimi I vërtet në Zotin subhanahu wa taala. Dhe kjo grua edhe herën e parë kur ka kërkuar, do të thënë brenga e saj ka qenë zbulimi. Pra ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bie alivanosem nga kjo smundja dhe zbulohem. Prandaj lutju Allahut që të shërohem, që mos më ndodhë të bie dhe të zbulohem. Do thotë është I qartë kuptimi I kërkesës së saj. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka udhëzuar duroj këtë smundje dhe do ta fitosh xhenetin. Por nëse do, unë do të lutem që Allahu të të shëroj. Pra, zgjedhja është e jotja. Edhe kjo tregon për se lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e pranuar dhe nuk refuzohet. Edhe atë që lutet, edhe këtë kanë ditur sahabët, prandaj janë drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë gjallë, kurse pas vdekjes tij, askush prej sahabëve asnjëherë nuk është drejtuar varrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për t'u lutur, ose që të kërkoj prej tij lutje. Pra, kjo është një prej argumenteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që lutja e tij ka qenë e pranuar. Edhe për këtë shkak ka thënë nëse do, I lutem Allahut që të të shëroj, por nëse duron, do ta fitosh xhenetin. Atëherë ka thënë do të duroj, pra do ta duroj smundjen, pasi e ka kuptuar që kjo është edhe më e mira. Mirë po, brenga për zbulimin ka vazhduar, ka thënë kur bie zbulohem, prandaj lutja Allahun që mos zbulohem. Edhe pas kësaj do të është lutur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pas kësaj nuk është zbuluar kur është alivanosur. Për këtë shkak Abdullah ibn Abbas ka thënë, pra ja ku e kemi një grua të gjallë që është banore e xhenetit. Prandaj kjo grua duhet të jetë shembull për gratë e ummetit.